Zbuloni arsyet pse nuk duhet të pini kurrë ujë duke qëndruar në këmbë. Kur të kalon etja, sytë të erren dhe nuk mund të mendosh dot për asgjë tjetër veçse momenti të shijimit të një glënjke të ujit. Uji luan një rol shumë të rëndësishëm në hidratimin e organizmit dhe mungesa e tij mund të shkaktojë shumë probleme. Sasia e konsumuar e ujit është të paktën 8 gota ujë në ditë. Megjithatë, sipas të dhënave, nuk duhet të teproni me pirjen e ujit, sidomos edhe nëse jeni të tengopur. Por pse nuk duhet të pini ujin duke qëndruar në këmbë? Ideja është se uji është i padëmshëm ndaj mund të pihet edhe duke ulur ose duke ndenjur, por jo në këmbë. E vërteta është se ekspertët thonë se uji nuk duhet të pihet ndërsa jeni në këmbë, kjo sepse nuk do të merrni ushqyesit e nevojshëm, madje mund të kthehet edhe në armikun tuaj kryesor. Sipas tyre, trupi i njeriut është projektuar në mënyrë të tillë që të qëndrojë ulur dhe mund të ofrojë përfitimet më të rëndësishme të ujit, citon eksperti.